drejtësisë, nëse do të ketë lajme që do të vinë edhe nga institucionet e tjera të drejtësisë në këtë kuptim, pra frika ose intimidimi ose kërkesa për mbrojtje të shtuar. Kjo është fasada dhe zoti Prenç e shpjegoi që kjo është një lloj nxitje, si thua që janë disa mesazhe në një lloj mënyre që i drejtohen qoftë me dashje, qoftë pa dashje dhe grupeve kriminale që sot historia po tregon shqiptarët kudo në botë po janë jashtëzakonisht fuqishëm. Dhe gjuha që kryeministri lejon në anatemimin, sulmimin që i bën këtyre prokurorëve, kuptohet që nxit këto grupe që duam apo nuk duam ne lidhje me politikën e kanë një shfrytëzim shumë të fuqishëm. Historia shqiptare tregon, dosja Balluku në një lloj mënyre do të zbulojë dhe të vërtetat të kësaj gjëje, do të ketë lidhje të tjera sepse është një dosje me shumë volum dhe padyshim duam apo s'duam vetëm sa të tregoj publikut. To pamje që po shikojmë janë i përkasin zotit Dumani, ku shihet qartë pikërisht htimi i masave të mbrojtjes ndaj tij. Dhe është më se normale. E para zoti Dumani, duam apo nuk duam, në këto 3 vite që ishte drejtuesi i prokurorisë posaçme, tregoi forcë karakteriale dhe një guxim që nuk ishte parë as me prokurorin e mëhershëm që ishte zoti Kraja. Pra i dha një lloj shtytje shumë të fuqishme dosjeve të nxehta. Dhe normalisht kushdo që ka interes për të pushuar zërin e kujt kërkon të vërtetën, do të bëjë çfarëdo lloj forme të mundshme për ta ndaluar. Mendoj që është paraqitur në KLP. Kjo vjen nga dezumimi logjik, janë çuar prova reale që ne nuk kemi pse t'i dim në të vërtetë cilat janë konkretisht faktet që kanë shkuar kundër këtyre dhe nga kanë ardhur. Nuk është vetëm ajo që shihet në publik, padyshim, ka shumë më tepër dhe mendoj që vinë me porosi të mirë kalibruara kundër atyre prokurorëve që kanë dosje shumë të nxehta. Në fakt për Dumanin mbaj mend që doli dhe një lajm para pak orësh që kërcënoi familja e tij kur ishte ende në detyrë. Fëmijët edhe për Zëpon. Po, pse tani? Se nuk u morën as kohë këto masat e mbrojtjes shtesë po tani, me ikjen e tij nga detyra. Se rrezikohet ai kur pse? Po sepse është vetë petku, është një lloj edhe si thua bota kriminale ka më të thjeshtë të godasi kur ti ke rënë nga ajo që është pozita e qendrës vëmendjes. Se sa, jo Aureola nuk i ka rënë. Ka dhe i problem titullari mbrojtjes në vetvete. Titullari ka një tjetër status shoqërimi nga prokurorët e tij. Pikërisht, pra dhe ndryshon momentin që ti del në pozicionin e thjeshtë, le të themi, pa më të tillje ish, nuk je më në krye, kuptohet që ti tashmë je më vulnerabël, se nuk je në qendër të vëmendjes të gjithë institucioneve ndërkombëtare, marrëdhënieve me jashtë dhe gjithë zyrave, Interpoli, Europoli dhe gjithçka tjetër. Dhe mendoj që është zgjidhja më e mirë e mundshme që ka bërë zoti Brau në këtë drejtim për të kërkuar mbështetjen e forcave të tjera të policisë, Garda e Republikës, me sa diun që është në këtë rast se duhet të jetë pjesë e lojës, edhe pse Garda e Republikës e jona varet direkt nga kryeministri dhe këtu kemi një problem interpretimi. Sa në gjendje është kjo Garda e Republikës si përgjigjet realisht mbrojtjes fizike të këtyre prokurorëve kur urdhrat i merr. Se ju besoni që mund të ketë ndërhyrje dhe të cënohet mbrojtja e një zyrtari në Shqipëri sot në Shqipëri jemi në kushtet që gjithçka mund të ndodhi, sepse derisa kemi një lojë kaq të madhe politike që shkon në një përplasje të fuqishme ekzekutiv, legislativ bashk, kundër gjyqësorit, që është rasti i zonës Balluku i paprecedent në gjithë historinë e njerëzimit, do të thosha unë, për sa i përket rasteve moderne të drejtësisë penale, absolutisht po mund të ketë edhe pse jo ndërhyrje nga brenda, le të themi. Tash kjo është pak konspirative, por jo e pa arritshme logjikisht, duke parë kontekstin e përgjithshëm makro. Ndaj situata nuk është kaq e lehtë, dash më tepër që Akshi, pastaj që është ajo kutia e vërtetë e Pandorës shqiptare, mban aty për tej. Zonja Balluku mund të jetë pjesë e tenderimeve, e më the, thash, me gjithë në kategoritë. Jo, po këtu kemi grup të strukturar kriminal, kjo është po te Akshi. Unë mendoj që një organizat kriminale, grupi është fjalë shumë e thjeshtë. Okej, kanë fjalën që është e definuar nga njoftimi zyrtar. Zyrtarisht nëse do të hynim në qëndrueshmërinë në kohë. Në qëndrueshmërinë në kohë, në elementin hierarkik të strukturimit të vet, në mënyrën se si janë ndarë rolet në përcaktimin e detyrave kohë pas kohë dhe përgjigje si jepet e prorëve në shkallë, po pra e thash pra hierarkik, e thash, përsa aty fillon në formë piramidale, ne kemi të bëjmë organizat kriminal. Grupi strukturar kriminal le t'ja lëm çunave në kuptim figurativ të Londrës, ma lejoj Gjiknuri këtë, sepse këtu jemi. Po sepse ai e tha atëherë